Rruga Çunmula në zonën e livadeve në periferi të qytetit të Shkodrës prej vitesh ndodhet në një gjendje të rënduar, amortizimi dhe mungesë mirëmbajtjeje. Kjo rrugë, e cila shërben si një nga lidhjet kryesore për banorët e zonës, është kthyer në një problem serioz për lëvizjen e përditshme. Rreshtet e shiut të ditëve të fundit e kanë përkeqësuar ndjeshëm situatën, duke krijuar gropa, balë dhe vështirësi të mëdha në qarkullim, sidomos për automjetet dhe këmbësorët. Bëhet fjalë për rreth 300 metra rrugë, të cilat janë pothuajse të pakalueshme në ditët me shi, duke vështirësuar aksesin e banorëve drejt shtëpive, punës, shkollës dhe shërbimeve të tjera. Banorët shprehen të shqetësuar për këtë problem, që zvarritet prej vitesh dhe kërkojnë ndërhyrje urgjente nga institucionet përgjegjëse për rehabilitimin e rrugës. Çdo kënon që kalonin e nuk ka. Edhe ka mi 20 heqin nga nërë, si gazetoshin, urujt zotit tonë. Allah, kur kush s'na ka ardhë me na pyet, na zi gjonë se që me bëmë, na maru me krejt. Allah, ta 30 vjetë që këna ardhë tu, Allah, një të mirë se këna posë. Mërzua janë të vajza, kur mushet uj, janë të mërzua, e më desh me këtyrë në shpi. Na jena aqe keqin këtë rrugë sa nuk ka. Sa fëmija tonë për na braktisin se nuk kanë ku me ardhë. Nuk e di dhe ku me prit. Kjo është skandalozë, me thanë drejten, nuk e di çfarë shtetit është, na me pa orë pe qenijet, na shqiptar, paguajmë taksa, gjithçka, për çka? Të na makinet e shkatrume, s'ka, bicikleta, gjithçka. Vetëm përmes një investimi të tillë mund të përmirësohet cilësia e jetesës në këtë zonë të periferisë së Shkodrës.